Selam aleikum dhe mirë se takohemi edhe këtë të diel të dashur nderuar shikues dhe dëgjues të Rrotëve Pendimit në emisionin ton të rregullt javor Drita e së vërtetës. Që fillimisht kërkoj pak ndjes për zonën se më ka shtyrë diçka për ju të ftoft buget, po do të mundona me avon halkun edhe emisionit të sot, ndar Zoti i Madhëshëm. Qëse çdo diel, edhe këtë diel ne kemi nderën dhe kasin që të kemi hoxhën e dashur dhe nderuar hoxhën Fadil Hoxha Selam dhe mirë se na erdhe sonte. Aleikum salam tullah, mirë se jeta. Do të flasim për një dëshuri të Allahut i cili të përgëzon kur ai të don. Pra Allah kur të do edhe të përgëzon. Kjo është tema për sonte. Fjala është për juve. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Fillimisht ju përshëndes juve, stafin tuaj dhe të gjitha të vëllezër dhe motra kudo që janë nga ato që po na ndjekin, me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojmë Allahun Teala që na ka mundsuar të takohemi sonte së bashku në emisionin tradicional të dielën në mbrëmje, me emisionin Drita e së vërtetës, që përkon edhe me atë mesazhin që po mundohemi ta përcjellim te besimtarët musliman të vërtetën e thënë nga Kur'ani dhe nga Suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Njeriu në jetën e kësaj bote normal, ai që është i vetëdijshëm, mundohet me bë më të mirën e mundshme, dhe me e mira dhurata me çmuar është imani dhe Islami që Allahu Teala u jep njerëzimit, e pastaj kur të është besimtar musliman, ai mundohet çka me qenë prej të dashurët të Allahut. Ma mërmendje që çdo njeri prej besimtarëve musliman mundohet me ato punë që i bën me kënaqë në radhë të parë krijuesin, e pastaj me kënaqë edhe krijesat. Nëse besimtari arrin atë pozitë të lartë, që është një pozitë që çdo njeri e dëshiron apo më thonë edhe ëndrron edhe për të punon ditën edhe natën, me qenë prej të dashurët të Allahut, e kur arrin këtë pozitë me qenë i dashur i Allahut, atëherë Allahu këta robër të tij, këta besimtarë apo besimtare, të cilët e kanë arrit dashurinë e Allahut dhe janë prej të dashurët të Allahut, Allahu Teala i përgëzon duke qenë në jetën e kësaj bote. I përgëzon duke qenë jetën e kësaj bote, ju jep disa shenja, të cilat të dëshmojnë se këta janë të dashurit e Allahut te bareke wa taala. E para, Allahu e përgëzon besimtarin në jetën e kësaj bote duke ja hapur zemrën, duke ja hapur gjoksin për me pranuar të vërtetën. Edhe me i thonë që është e vërtet. Po dhe çka? Ja hap zemrën që me pa zemrat të kotën, të keqen, edhe me i thonë se kjo është e kotë, kjo është e keqe. Pra këtu nuk janë gjërat e shtjellura, apo gjërat e paqarta, apo gjërat e mjegullauta, apo diçka të ngjashme kështu me thonë, në ka këtu diçka në mjegull që nuk shihet qartë. Shihet e mira, edhe çka? Zemra e pranon si të mirë. Shihet edhe e keqe dhe zemra e refuzon ato si të keqe. Dhe Allahu ja hap zemrën për punë çka të mira, ja hap zemrën besimtarit edhe ja lehtëson rrugën për punë të mira. Saqë ai vetë çuditë thotë çudiu në çu mundem me bë këtë punë. E dim se, nuk mundesh me i bë këtë ato. Po përgjigja është sepse ti je prej atyre që po don Allahu, edhe Allahu po ta lehtëson, po ta hap rrugën. Po ki kohë për namazin, po ki kohë për leximin e Kuranit, po ki kohë për dhikrin, po ki kohë për sadakan, po ki kohë për bamirësinë ndaj prindve, po ki kohë për me takue me familjar, po ki kohë me kry obligime ndaj gruas, gruaja ndaj burrit, po ki kohë edhe për fëmijët, po ki kohë edhe për farefisin, po ki kohë edhe për fëmijët, po ki kohë edhe për kolegët. Ka mundësi, po ki kohë edhe me shku në umre, po me pas kushtet, po ki kohë edhe me shku në haxh. Po me pas kushte, po ki kohë dhe me shku jashtë vendit, shëtitja, apo vizita të rëndësishme të cilat ndikojnë te këti. E qysh ka mundësi njëri krejt të me arrit? Ka mundësi se Allahu ja lehtëson. Allahu disa robët e tij që i dën u lehtëson kanë
o lehtëson punët e mira, edhe nuk lodhet hiç, bile edhe fizikisht me punue, nuk e ndjen kur fal lodhje. Absolutisht, thotë sikur mos me pas punu hiç. Jo pse ajo është aq i fortë, aq i fuqishëm, po Allahu është shumë i fuqishëm. Allahu është shumë në ndihmën e këtij besimtari. Për ata, Allahu te baraka wa taala e konfirmon këtë duke thënë fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Në surën El-Lejl. Në surën El-Lejl Allahu thot e sa i përket atij që për hir të Allahut jep në rrugën e Allahut shpenzon edhe wattaqa është i devotshëm, ruhet prej të këqijave, ruhet prej harameve, ruhet prej gjanave të cilat e hidhrojnë Allahun te bareke ve taala. Dhe nuk i bën ato. Pastaj çka vërteton dëshmon të mirën, pra është dëshmitari së mirës. Të mirës i thot e mirë, të keqës i thot e keqe. Pra është dëshmitar i të mirës. Është dëshmitar e asaj që është prej mirësive më kryesore e imanit, dëshmitar i besimit, e deklaron haptas për katësinë e tij. Absolutisht nuk e ka atë shqetësim apo nuk e ka atë vështërsi me deklaruar se unë jam besimtar, besoj në Allahun, besoj në engjëjt, me lajket e tij, librat e tij, pejgambert e tij, kështu me radhë deri në pikën e 6 që është qadaja dhe kaderi Allahu te bareke ve taala. I dëshmon gjitha këto, edhe ato pa ndonjë kompleksitet. E pastaj çka, nëse kështu do të thonë shpenzon rrugën e Allahut, është i devotshëm, edhe e thot e vërteton të mirën, besimin e tij, Allahu po thot fasanuyassiruhu lil yusra. Allahu po thot e ne do t'ja lehtësojmë atij rrugën e drejtë, rrugën e shpëtimit. Pra kë nuk ndjek rrugë tjetër, ky është rrugën e drejtë. Edhe e fundi e asaj rrugës çfarë ka? Ka shpëtim. Për këto s'ka vujtje, mjerim, e dënim. Nuk ka dhimbje, sepse Allah te bareke ve taala karshi asaj që ky e bani për Allahu e vërkon rrugën e drejtë edhe e përgëzon çka me shpëtim. Për ata kur Allah ja hap besimtarit zemrën për punë të mira, ato vinë njëna pas tjetrës që s'po mëne e imagjinon njeriu që ka mundësi një njeri ka shumë e botë mira, kur ndoshta 10 apo 50 apo 100 njerëz nuk i bëjnë ato punë të mira gjatë vitit, sa bën vetëm një njeri. Amo Allah fasanuyassiruhu lil yusra, këtij bëhet kemi të hap rrugët për ato që është më e lehta. Pra kemi të hap rrugët për Allahu për atë që është më e lehta. Për ata edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë çdo njeriu në bazë të punëve të tij, veprave të tij që Allahu i ka pa, hiç pa i bë, i din punët e tona. E ka ditë ai se para se më bora 20 na kemi me qenë këtu. E ka ditë që kena me fillu me vones një 5 minuta për shembull. Këtë Allahu këtu i din. E ka ditë njëtin tëma, jam interesu me unë emision ajo, apo njëtin tëma, apo të regjisorët, apo të stafit, apo të tjetër. Këtë i din Allahu te bareke ve taala. Edhe për ata njeriu kur e ka njëtin e mirë të pastër, ka do vështërsi në rrugë, thotë çysh më me bë këta, o mos u shqetëso ti. Ti vesh rregulloje njëtin me Zotin tënd. Çysh vjen e fundit, vesh mirë vjen. Vesh shpëtim ka atë. Sikur ai cili që s'don me botë mirë, ke pa e gjen arsye, po nëse më me ndihmu në fukaran, s'më me ndihmu smutin, s'më me ndihmu jetimin, se më do të më bëni investim se shtëpia apo pik, ajo hiç pa i pik shtëpia, tani ku është ku të pash ku ti pik. Kerë prish, hiç pa prish kerë, ka në rregull, garazhe ka. Po për me ik asajna, çka? Ose s'po më me kry qëto, ose s'po më e bëj qëto, ose ato se jam i smur, ta bje Zoti s'muj mos u bë marrakeç. Për ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, mos u shtelni se jeni të smur, se do të smureni. Mos u paraqet, e ke pa në për këto kompanitë shtetënore. Ato të ne, po dhe në prendim, pa konë smut hiç, shkan atje mundohet me marrë pushim mjekësor. Në javë det, a 10 det, veç të largona pak dhe se s'po më i shkej aty në punë, edhe pse vetë ka apliku, vetë ka konkurue me kërkese, po i ka plotësu kushtet e sende, mundohet. Çka ndodh?
po në herë dy, shpëton a herën e tretë e kemi kërku pushimin me këtë, po ka me ta një smundje, që qëron se jo 10 ditë, po edhe nështë edhe 100 ditë edhe ti nuk e kalon atë krizën. Pra mos u shtirë që je i smur, sepse vërtet do të smuresh. E çka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po thot çdo njeriu i është caktuar vendi i tij në xhenet apo në xhehenem. Thot dikush qysh. Atëherë pse prona me punu kur e pas me caktuar. Po veç ti e din ku ki vend. Jo. Asone nuk e di. Normal që na bojmë do për vete, për familjarët, për krejt muslimanët për xhenet. Amo ti të sigurt ose unë të sigurt nuk e di. Masi nuk e dim, çka do të me bona? Nuk e dim që dikun e kem caktume, ose xhenetin, Allah na mundsoft ato, ose xhenemin Allah na ruajt prej tij. Këto sigurt pe dim. Po tash na për mos me qenë prej xhenem live, sigur s'po di, a kemi i vendin xhenet ajo, atë na po punojmë për xhenet. A më funi qysh ka marrë? Prap komentarë ato që ka caktuar Allah. Jo pse Allah na dënon, po pse njeriu e meriton. Se Allah e din çfarë ka në zemrën e tij. E ke pa këta njerëzit që udhëzohen rrugën e Zotit. Qysh po udhëzon Allah ata? Ai me vjedh, me pi cigare pin, me pi alkohol pin, me pi narkotike pin. Qa bën të tërsen, kamatën e han. Po, bigjozin e lun, me moral dhe me thonë, prostitucionin, e bën, ato e bën. E Allah pe uzën. Shtohet pyetja pse? Kur tjetër nuk pe i bën qito, edhe nuk pe uzën. E dim se. Se Allah e dit fshetën. E din se kënë qatë zemrën e ti të ngarkuar me pikat zedha, kejt ato të rona janë. Janë dhe pikat bardha. Edhe shë Allah që kë robi tina, nëse Zotë e ozën, kë ka me konë hajri madhë. Që ka vijë dhe ka rej, ka bukur. Të këthejet kënena, kë bohet një qka, një ushtar, apo që me thonë, një shërbëtor, i denj i gjemat të gjamisë dhe familjes. A i tjetër ka shpezun haram, me mira, me 100 mira euro, mbi gjëzë, në alkohol, në prostitucion, në atë. Po Zotë bja shë zemë që ka të mirë që këta kur të uzën, kjo është dërdhën, s'ka me dhonë kuge, edhe kur të eksen, kjo jep. Këta që kur s'kan bo harame, kanë milionat, me nëzizet e në gjaminja, 500 euro, ose 1.000 euro. Po 1.000 euro të jep njëri me një rogë që e ka. Se këta ma qarë. A mo këj haramet si ka bo, po edhe me dhonë nuk shpenzën. A këj ka bo, po tash edhe qka edhe në halal. Kështu që, këndo që o Zotë dije se në zemër se ti ka diqka të mirë shumë. Ose është bëmirësia ndaj prindve. Këj ka bo këtë këshijat, a mo ndaj prindve o konë. Shërptuar i ty në natën e ditën. I ka bo qka me ndje mirë ata. Ose o konë dimtar i fesë, ku ka mujtë atje. Në harame, po e ka mbrojt fejnë. Në ashtë të pi drogë, alkohol o konë, po forë këndër fesë, ku qu, ka thonë, nuk bën me forë këndër fesë. Edhe kur t'jamon e këto, s'guzamon i kërkush këndër fesë. A për shef, harame, a mu pembron. Nuk ka ky shembulli ma i mirë. Nuk du të me ndje këto. Mirë, po qitojen sinjalet, shenjat që kë e danë Allahun dhe të dërgurin e ti. E danë Allahun dhe kanë dhe të dërgurin e ti. Pra, ka diçka të mirë në zemrën e ti që Allah ka uzuar. E po këtë tjetër me vjedh jo bigjaz, kumor, jo prostitucion, jo alkohol, jo drog, jo ato, po që s'pe qëtë kukën sejte, s'pe din ka kibla, s'pe din këta, se këtu e ka zik krejt. Krejt e ka zik këtu. S'ka shenja. Pra, s'ka shenja të mira. Edhe nuk e vëzën Zoti. A i më në veçen edhe doktor shkence, a i më në veçen edhe akademik, qysh po ndodhë dhe teknik që po vdesin. No, doktor shkencë, ose akademik, titulli ma i naltë. Nuk e din ka kibla në kërë qytet. Ose edhe forë kondër kibles. Gjamisë, asajnë. Për që kafit e ka prej mendja madhësis, prej arogancës, se jo qështë se dinë mëre. Po krejtë që ta akademik për i katunëve janë ardhë, krejtë katonari i kje, krejtë profesorat universitarë, me përjashtimet ralla, krejtë i kje katonari. Këshëri që të në universitet Prishtinës, Lapjan,
Dukagjinit, Tanamarovës, tashmaslu të Drenicës, ka këgja shumë, ta tjetë, rallë del në një pinjëll këtu që i ka familjen që 500 vjetë Prishtinë, ose që 300 vjetë Prishtinë. Krejti ki 7-10 e kënjena. Që do me thonë, nil kur 2 del kura e katunarit. Se ku natirë që shemi që është të talë krejt. Andaj, për mësë për zotë këtë hyrje, na jemi të kryum për ato që Allahu e din pas miri për xhenet, apo runa zot për xhenet. Dhe kur e tha kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të praneshmit i thanë, po nëse o kështu na ka caktuar xheneti ose xhenemi, o i dërgumi Allahut, a i lanë pra punë të krejt, i lanë veprat edhe pas me që mundohemi. E lana se s'kem që punojmë, se që në kanë caktu gjanat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Që do të thotë, çdo njerit i është lehtësuar ajo për të cilën është krijuar. Çdo njeri, po nani, se çdo njerit i është lehtësuar ajo për të cilën ajo është krijuar. Ti nëse e kriju për xhenet, ka me ta lehtësu Zoti. Pak mësën, shkelqyshë. Pak jep, shumë fishohet. Pak lexon Kur'an, ndikimin e madh. Pak e ndihmon komunitetin, Zoti ndihmon ty shumë të thotë çka po vi këto të mira, më ka shumë njëra pas tjetrës. Se si meritojë ne. Amo ti i krijuam për çata, për me bë mirë, pak Allahu ti më don shumë. Pra, punën e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sepse çdo njeri çdo njanit i është lehtësuar ajo për të cilën është krijuar, e pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i lexoi ajetet nga surja El-Lejl, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Që do të thotë, e sa i përket atij që jep për hir të Allahut, shpenzon në rrugën e Allahut, dhe ja ka frikën e Allahut, është i devotshëm, është taqi, është takwa. Edhe çka wasaddaqa bil husna, edhe e vërteton ato të vërtetën, e dëshmon të vërtetën imanin, besimin e vet. Allahu po thot fasanuyassiruhu lil yusra. Allahu po atij ne do t'ja lehtësojmë rrugën e shpëtimit. Cilët? Ati personi që është i devotshëm, ati që shpenzon rrugën e Allahut, ati personi që dëshmon të vërtetën apo e dëshmon imanin, besimin e tij. Tjetra mënyrë, kjo do me thonë e para, prej mënyrave që me kuptua se Allahu po të dënë e pastaj po të lehtësën, edhe po të përgëzën, e para pra çka me të hapë gjoksin zemrën për punë të mira. Dhe nuk ka ndoshta ndonjë punë e mirë që bëhet, ndonjë aksion e mirë që ti si aty. Nuk është patjetër gjithë me parë. Çka problemi, për shembull, pse nuk kontribon ti me do me lutjet e tua? Dikush po xhamia s'bëhet me lutje, që s'bëhet me lutje. S'ki mundësi ti me dhonë për xhamia, ki mundësi me punu fizikisht, jo fizikisht punoj, po çka me bu me to, shumë me ven. Po as fizikisht nuk ka mundësi se kam problem me boshtin kurrizor, apo dini çka xhemar se time. Edhe Allah e din që ti s'ki mundësi, atëra ki mundësi me thonë Allah. Ndihmoj këtyn vllaznive motra që po ndërtoj këtë xhami. O Allah lehtësoja. A ki mundësi me fol, sikur na hoxhallar që po flasin. Këtu në studio ose në për tribuna, në për tubime të ndryshme, hoxhallarët e ke pa që po organizohen në për diasporë, fillot në prej Austrisë, e pastaj Gjermani, e pastaj Zvicër, e pastaj vene tjera Belgjike, Suedie, në plot shtetet botës. E ke pa hoxhallarët sa aktiv janë. Hoxhallarët Kosovës, Maqedonisë, Shqipnisë. Për çka po flasin? Për xhamin, për mirëmbajtjen e tyre, për renovimin e tyre, restaurimin e tyre, ndërtimin e tyre, për shpenzimin për shtëpitë e Zotit. Ata për vetë s'po lipin. Edhe pse ata gojkçitë, edhe ata lakmitarët, edhe ata xhelozët e smur, edhe ata që nuk e dëshirojnë të mirën, tek të tjerët ata thonë se këta vinë për veti, për me mbledh, ka kanë dalë kështu. Këta njerëz të smur, këta që janë domosht pushtuar nga idetë e shejtanit. Se dikush nuk ja pranon askujt përveç vetvetes. I djallëzuar te i mase, edhe nuk mundet me i pa shembull. Kanë hoxhallarët atje në binë të fol, edhe tash me i mbledh për shembull që ndodh në Zvicër 1 milion për një natë.
se s'mondet me mbledh kërkush. I mundon kjo fort. Po i mundon që si mundon. Ose Austria është shteti më i varfër se Zvicra shumë, po aty ndodh 400-500 mijë mbledhën brenda natës. Në Gjermani e poshtë që tu dikon faqen e rrëtëpendimit të Düsseldorf, mbroma, para mbroma ishin mbledh 500.000 euro. Kush i mbledh ata? A sportistat, a artistat, a këngëtarët? Simtarët musliman i mbledhen. S'ka pas aty tyra publike. Që me thonë që se të medjave ku ta dion. Jo, s'ka nevojë. Ka pas njerëz që ka kallëzu që thot Allahu, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për xhamit, për mirëmbajtjen, për kujdesin e tyre, ndërtimin e tyre, o kry muhabeti. Saqë më ka arame pa vet. Që njëri ka thonë, 10.000 s'ka pas më. Po atmosfera, do me thonë, aqe zjarrt, stimuluese, motivuese atmosfera, i ka thonë shokut, ama nëshme me qetë edhe një 5.000, për një 2-3 pomëre, u shku ngritë edhe 5.000 ka thonë. Që më kanë të regu më njerëz, dhe one i ka martë të dhe ka thonë, këtë shumën e dytë. E ka qitë 0-0 budgetin, e ka qitë minus. Herën e por i ka thonë keqe, e ka pas e zerët. Mo, qëka ka ndohë, mos ka falimentua? Jo, pasha zote, s'falimentan. Nuk e një historia e njerëzimit, një njeri që ka shpezun rrugën Allahut, Allah e falimentan. Ja. Kondraz, shumë fishon. Shumë fishon, po na nuk i kuptojmë. Jo, na tash nuk pa tjetër ti sot jep 1.000, edhe sot me i pa me një herën konta 100.000. Jo 100.000, po nashta 1 milion, po i kin konta të tjera. Në këtë botë shumë fishohet, pasunia, e në botën tjetër, shpërblimet e pa kufishme dhe të lejleshme dhe të pa paramenduara, apo të pa imagjinuara. Vesh me pyet ka. Mirë, kjo është mënyra e parë, pra, që Allah kur e don dikën e përgëzon edhe ja lehtëson punët e mira. E dyta është prej shenjave, mënyrave që tregojnë se Allahu ty po të përgëzon, Allahu ty po të përgëzon duke qenë në mesin e të gjallëve, është se njerëzit e lavdojnë, e falenderojnë, janë mirënjohës, edhe çka dëshmojnë për të për mirë. Nëse njerëzit e mirë flasin mirë për ty, njerëzit e mirë të komplimentojnë, njerëzit e mirë të lavdojnë, pas lavdrimit çka më të me konë, njerëzit e mirë dëshmojnë për ty se je i mirë. Rri rahat se vallajnë, një lajmi mirë të ka orë prej Zotit. Një farë VIP të Zotit. Po, shumë pozit nalt. Qysh ka thonë Allahu, kedhalike gja'alnakum ummatan wasata, li takunu shuhada 'ala an-nas. Allahu thotë kështu ne, ju kemi bërë juve një ummet, një komunitet, apo një bashkësi të drejtë, që të bëheni dëshmitar për njëri tjetrin. Që të bëni dëshmitar për mbi njerëzit. Ti me dëshmu për mua, unë me dëshmu për ty, na me dëshmu për kamermanin, për regjisorin, për redaktorin, për drejtorin, për filanin, për imamin, për mezinin, për xhamatin. E nëse dëgjon ti që të kanë lavdua njerëz të mirë, njerëz të devotshëm, dije që Allahu po të don, edhe duke qenë të gjallë po të përgëzon. Urkuna Zot edhe e kundërta, nëse njerëzit e mirë dëshmojnë keq për dikën. Njerëzit e mirë dëshmojnë për dikën se është i keq. Që thot populli biri veti mas. Këta po i thonë në reflekto pak e din, me reflektue. Unë po thoma që biri veti mas këtyre vetën pasyre, po se diçka sa shotec mirë. Ku njerëzit e mirë, do të thonë nuk folin mirë, ose ku njerëzit e mirë të këshillojnë, ose ku njerëzit e mirë çka të qojnë selam që largo për i kësaj, mos e bë këto se ti nuk mundesh tash ti. Ti duket mirë është aty. Jo, ti nuk mundesh tash ti me shku me dhon se cilët këshilla, për shembull me pas një vrejtje ose një këshill për kryeministin ose presidentin ose sekretarët e partive. Strana, ai ty bash kur ti je shef ti. Po, më mja qoni selam, po ja gjojnë njëri. Se dikush punon atë në kabinete, dikush punon sigurim, dikush siguri kësi mbrojtje të afërt, dikush ato, edhe ti monesh me ja gjetë një person, ja qënë një selam. E kur ta qojnë një selam njerëz të mirë, shpëtim, nuk i ki punë të mirë me namaz, se s'po të shojnë xhami kur, nuk i ki punë të mirë me Kur'an, se s'po lexon kur, nuk i ki punë të mirë me këta, nuk i ki punë të mirë me këta, nuk i ki punë të mirë me prindët e tu, se s'po fol me prindët e tu. Ku, shpibjen me moratina për mua, po,
sa i njëri mirë, po të do të mirën. Dije që nuk kanë rregull. Sikur se kur ta shojnë selam për mirë, atëherë dije që është në rregull. Për ata, për ilustroj me shembull, një ditë prej ditësh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke qenë me shokët e tij, kaloi një xhenaze, dhe pejgamberi alaihi wasallam nuk e ka botë kush është ajo kufoma, dhe pyeti kush është filani. Edhe ata treguan, edhe janë se lavdra ky, lavdraje, secili fjalë të mira për to. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha wajabat. Që me përkëty shqip, i bjen, i është bërë obligim. I është bërë obligim diçka. Edhe të regon transmetuesi i hadithit, edhe thët kaloj një tjetër, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u interesu kush është, janë nëse njerëzit me fol keq për to, njerëz të mirë, që e ka bë këtë, si kalon njerëz të rahate, kështu. Në farë forme, shoqër që dhe që u rahatu njerëz për tina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha wajabat. Pra, i është obliguar tina, ju ka bë obligim. I thanë dërgumi Allahut, kaloj miri, ti tha, i është bërë obligim. Kaloj i keqe, të njëjtën fjalë. Tha po, jo e thajni ata që dëshmut për të parën që është i mirë. Masi ju dëshmut njerëz të mirë, për të se është i mirë, i është obligu xheneti. Obligim e kanë me lasë me qonë xhenet. E kërë i dyti, tha ju dëshmut që është i keq. Po, nuk është sjellë mirë. Nuk e ka bo këto, nuk ka bo këto. Atëherë çka? Tha, këtina jo është bërë obligim, xhenemi. Pra, këti i obligohet kush xhenemi runa zot. Ebu Dherri, radiallahu anhu, tregon në rastin tjetër, se i kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, njeriu bën punë të mira, bën punë të dobishme, dhe njerëzit e falenderojnë, njerëzit e lavdrojnë, njerëzit ja përmendin. Amo kë, çdo punë që po i bën, ky po i bën për çka? Për Allahun, jo për njerëzit. Po njerëzit e falenderojnë, për ngrisin, do me thonë, në pozitë nalte, për e komplimentojnë, këto, krejt këto. A kë nuk e ka të qëllim. Kë e ka për Allah, veç për Allah, veç Allah po ka qef me shpërblyje. Jo njerëzit, jo me i përmen emnit, a i sa është këtu në mesin e njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, tilke ajilu bushrë l-mu'min. Që do të thët, ky është përgëzimi hershëm për besimtarin. Dhe me thonë të përgëzën Allah duke qenë mesin e gjallëve që ti je mirë të punua. Ti je i suksesshëm, ti je mirë. Përgëzën Allahu pa deke që disa që po vdesin, i madhi vogël mas vdekjes, s'ka pas me ta. Pa, thonë edhe për zallive, thonë për zallive, ta shqivdesh një djalleri një këngëtar. Nështë djalleri e burë, 40 vjeçar. Kështu e kom njoft, jo live, po e kom njoft prej medjave, edhe se kësha ditë se djali mirë, se burri mirë i shkon, të rëvesh me ngu ata, bileone nuk mundu mas me i dëgju fort, se me njëherë emocionohna, më vjen me qajt, të i po atë të qajtë. Amo për zalli, jo këto dëshmis janë konë. Allahu kër e dënë robin, edhe për zalli këj i shek këto lavdatat, edhe për zalli lavdroj njerëzit. Edhe për zalli komplimentoj njerëzit, edhe për zalli falenderoj njerëzit, edhe për zalli përmendet emri tina, edhe për zalli përmenden punët e tina. Edhe pse nuk e ka qëllim, as po interesan hiç, a pe di njerëzit, as pe di njerëzit. Allah e përgëzon. Është një farë ndjenje. Është qara për njerëzit mirë se për tjerëve, nuk ka fort problema, nuk ka diçka, po me rëndësi njerëz të mirë me të falenderu, me të komplimentu, njerëz autoritativ, njerëz të devotshëm. Andaj kjo do me thonë është ka përgëzim i hershëm, përgëzim i shpejt Allahot përgëzon, njetën e kësaj bote, se ti je këto shkurt. Në këtë rrugtim të shkurtur Allahot përgëzon se ti çka je njeri i mirë. E treta, mënyra e tretë nga përgëzimet e hershme të besimtarit është që njerëzit e mirë me të po ty ëndër duke e punë të mira. A ndodh kja? Po ndodh. Edhe mund është të më ka ndodh, edhe ty ndoshta të ka ndodh, aty tjere.
ndodh njerëzit të thotë të pash ho çështë, ose të thotë ty të pash çështë. Dikush e sheh babën të dhon, dikush e sheh nanën të lexo Kur'an, dikush e sheh vllahun të bë tavaf rreth çapës, dikush e sheh djalin, dikush e sheh hoxhën, dikush e sheh xhamatin, dikush e sheh atjetrin, profesorin, dikush mësuesin, dikush nxënësin, dikush kojshin. Thotë atë kom pa pront, çfarë veni të mirë ishe kanë kështu. Ti thoi jo more, qysh, unë e bëjsh atë punë, po. Të dhonë, jo, në më ishe fukarave, jo në më ishe jetim, jo në më ishe aty, jo morën s'kum dhonë, e ti nashta ke dhonë dikon, po të Allahu je ngrit. E nëse të shohin njerëz të mirë andër, dije që është për gëzim, për sqalli, për gëzim i hershëm. E për zdekti, thot dikush e pash babën, çështo mirë, një vend, bëjke kështu, bëjke ashtu, ose e pash nanën, të fal, ose e pash nanën, kështu, ose ashtu. Nëse e sheh nanën e vdekur, edhe babën e vdekur, të po punë të mira, dije që i mirë i ka punë. E nëse e sheh babën të mërzitur, nëse nanën të mërzitur, dije që nuk e ka gjendje bashkë mirë. E nëse e sheh runa zot në gjendje shumë të keqe, në ndër, ama të je njëri i mirë, njëri i devotshëm, se çdo njëri, edhe më mirë nëse ti e ke fal vitrin, pjesën e fundit natës, ose para me fjet, e ra me abdes, edhe ke pa ndër, në gjendje jetë mirë në babën, bën do sa më shumë se nuk ka gjendje mirë e ti. Jo në ty përjetu do vujtje, do mundime, do vështërsi. Bën do ti e familja, këtë bën i do. Bilen mush edhe sadaka jepni për nanën edhe për babën. Pa. Se ka nevoj. Wallahi ka nevoj, është pak tim e gjatë, për mos me marrë kohën, po mu këtu s'kan ashta, jo mërë muj nuk është ma pak, erë një djale, po të regon, që ka po gjithë gjyshin mirë po tha, gjithë kom bo do për të, e kom nësa, dhe ka tash e kom lën, tha pak, e kom lën pak ondash, edhe një natë për edhe, tha, o nipi jem, tha, o birë, pse po më harram, pse po më lën kështu. Tha, çka do me thonë hoqë, tha, çka ke boti për ta? Tha, qështu, vazhdoj që atë. Pse i kelon, valla, habesh e kom lën në asgjo, tha, se ka mundësi me bodoa, ka mundësi me dhonë, se kom kushtet e mira sen. Po e kish lani ku. Kjo. Po, e katërta për i përgëzimeve të Allahu te bareke ve taala, është që Allahu i madhëruar me fut dashurin që e ka për robën e vet në zemrat e njerëzve. Bile, Allahu mas pari e fut dashurin tek me lajket, të Gjibrilit, të Mikaile, Israfile, Meleku i vdekjes e tjerë. Allahu kur e dën robën, e lëshon dashnin të Gjibrilit dhe të melekët, të banorët e qiell. Pastaj e fut dashnin në zemrat e kujt? Në zemrat e besimtarëve. Në veçanti po dhe në zemrat e njerëzve në përgjithësi, dhe ata janë të kënaqur me atë person. Ata e duan atë person. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Idha ahabba Allahu al-'abda nada Jibril." Allahu kur e don robin e thret Gjibrilin dhe i thot: "O Gjibril, unë e du filanin, duj edhe ti." Pra, Allahu kur e don ndonjërin për robët e tij e thirr Gjibrilin, thot: "O Gjibril, unë e du fulanin, duje edhe ti." E don Gjibrili. Pastaj Allahu i thot Gjibrilit që ta shpërndan këtë dashni që ka Allahu dhe Gjibrili për ata, ta shpërndan të banorët e qiellit, domethënë tek me lajket. Pastaj e dojnë me lajket, pastaj Allahu e zbret dashurin që ka për robin e tij, tash e kanë edhe me lajket, e zbret dashuri edhe tek njerëzit. Dhe fillojnë çka me dash njerëzit, është fjala që ka pranim të masa e gjerë, ka autoritet, ka pozit, ka respekt, ka nder. Sa që ditë thot, po unë jam njëri thjesht kush jam unë që po mdoj njerëz që më respektojnë, e ke pa qysh të flasin, të buzëqesh, nderojnë, e nal makinën, ta bën me buri, me sfirin, ta jep një gotë, apo një shishe me ujë, apo një lang, ndodh kur je dikon ta paguën një çaj, një kafe, edhe më shumë, a ndodhin, po valla ndodhin.
pa keq kuptim, po ne hoxhallar na ndodhe shpesh të sene. Do çuditësh ty. E më interesant është shembull kur jeti me shoqëni, aty ka gjatë shpenzime, ke hangër ke pi, te ke llogari që kemi pagu vetë, e kryti. Kush e kryti se 2000 djalë të dalë, tha, që e tavolina e hoxhës është e kryti. Sinqerisht neve na ndodhe këto shpesh. E unë ka pak me këta tritet, në qenë fillestar, po tham shtiro, po mire me shti dorë në gjep vetin. Po thoj pse ve? Thash po në gjep të huj s'po guxon, sa ajo është vjedhje, po tash edhe në gjep tonë s'po mundesh me shti. E ne aty në një kafeteri ku rriu në i ri kisha aty po nek aty të shanko, i pagujke, edhe ku mi thëmë në qështu në serios. E po më thët, pa në mirë, tha hoqë, tha, bëdë mirë, tha, që ti kanë kry, tha, thash, pa jam Allah, pa do edhe në thash me shti dorë në gjep ka një herë, se të ne po më blokohet dora, pa dhonë kur heqë, pa shpenzu heqë. E kështu që, Allahu të bareke wa ta'ala, qka e fut dashnin të kush, të njerëzit. Edhe doj njerëz të mirë, se për të qitë s'ka me dash kur, edhe bile nuk do të me qenë krenar me dash njerëz të këqi. Dhe Allahu Ta'ala e zbret dashnin, për ata edhe ka thonë Allahu Ta'ala, inne ledhine amenu, wa amilu salihati, se yaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ata të cilët kanë besue me besim të vërtet, edhe kanë bu punë të mira, Allahu i gjithmëshirshmi çka e bën ata të dashur për të tjerët. E donë të tjerët, fut në të Allahu dashni. Edhe ka njerëz që e dojnë dikon hiç për apo, beta kukur. Po kur të takon sikur me pas po e përqafon, e shtrëngon, e ndjen, sikur me pas nejt me ta. Edhe çka ajo dashnia që e ka ndjep Islami thash, po u realizua edhe nga afër. Këto janë disa përgëzime që thash edhe në fillim, kur Allahu e don ndonjërin prej robët e tij e përgëzon me përgëzim të hershëm. Pra kur Allahu të do, të përgëzon. Allahu na boft neve edhe juve prej tyre. Në pyetjet fundit e pata të domos që nga marrë kur Zoti po thekë që po dëjka, as nas ku ka marrë me thon diku që du vallahi për Zotin. Jo marrë, po është për sunetit, traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po, jena e kem kompleksum. E don 50 vjet, e don edhe si thot shokut ose kujshis ose familjarët që duhet, e kur des tani mërzitet e kanë, thot vallahi gjithë e kum dash. E ke thon? Jo, po pse morë vallë se ke thon. Për ata, feja që shka saruj ka detajizu krejt. Një njeri ka lej aty pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe po e shikojnë. Në mesin e atyre që ishin afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ishte njëri dhe i tha, o i dërguar Allahut, unë e du filanin. Çato që shkoj. I tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a ja ke thonë që do? Tha jo. Tha shko thuaj që unë të dua për hir të Allahut. Pra kur e don dikën, thuja për hir të Allahut. Amo mos ja thoj aty para 50 veta, 100 veta, se po bëhet si reklam, si marketing. Po shkon 4 sy. Nëse vjen pak shtirë, thërën telefon, ose shkruan një mesazh. Edhe këto tash po ndodhin, domethënë, ndodhin këto në vendin tonë, elhamdullah, se ka vetë disim të popullatës, po kush e don dikën për hir të Allahut, letja dëshmon atë dhe letja thot atë. E nëse ty të thot dikush, unë të dua ty për hir të Allahut, çish është përgjigja? Përgjigja është thuaj ti të dasht Allahu për hir të cilit ti po më don mua. Pra të dasht Allahu për hir të cilit ti po më don mua. Allahu na bof neve edhe ju dhe gjithë besimtarët prej atyne që i don Allahu te bareke ve taala, pastaj si të na don Allahu me lajke, me njerëz me kështu me radhë, do të na duan inshallah taala. Amen. Qëndrojmë me ne do të themi vetëm pas pak, se është ta porosia profetike që Profesor Hoxha, sa më shumë dashni edhe sa më shumë mos me ngëru me thonë ato, sepse pas kishim edhe sevape për së gjallë, se po se po për s'dekim me lutje. Allah në dosh kreve, ne dashnim një të një dhe ma shumë, ne të komë në pjesën e dytë kontaktuese për mes telefonave dhe kutis pëstare. Qëndrojmë me ne kthehemi vetëm pas pak.